Dhe Ergjys Agasi, motra e Ergysit është drejtoresha juridike e Akshit, mos harroni, motra e Ergjys Agasit është drejtoresha, dhe këta janë një rrjet i rrezikshëm shumë. Është drejtoresha juridike e Akshit që i rregullonte tendrat si deshte familja. Nuk kishte diskutim aty, po. Ergjys Agasi me Ermal Beqirin kontrollonin me aparaturat e tyre të gjithë transaksionet e shqiptarëve. Cili do shqiptar që lëvizte, pra, kishin të gjithë databazin e bankave të Shqipërisë, e transfertave të Shqipërisë, dhe kontrollonin të gjitha këto. Parat që plaçkistin në Aksh, Ergjys Agasi, Ermal Beqiri, Armand Frangu, përdorin si lavatriçe Çopja, një bashkëpunëtor të Çopjas, jo Francin direkt, po atë që ishte ngjitur me Francin dhe ishte njeriu i Francit. Kjo është e vërteta, por e vërteta është se këtë në mandate kallp, kryesorët, sepse Ergjys Agasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar, ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3. Nuk e di cili. Nuk mund dhe dorën në zjarr, se cili është. Po këta kanë qenë njerëzit me konfident të tij. Ergjys Agasi, që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çels, Elvis Doçin, Xhevdet Troplinit dhe bandave tjera, pra, histori si kjo nuk do të gjeni as në romane, as në filma, ju garantoj. Është larguar, thash, koka tjetër e mafjes, se kopshtit privat të Edi Ramës, Ermal Beqiri, edhe ai. Nuk e di, nuk kam djeni, janë ba kontrole në Surrel apo jo. Asnjë lajm. Nuk e di, është thirrë apo jo zonja Rama për të pyetur, kanë guxuar apo s'kanë guxuar? Sepse është e regjistruar. Është e regjistruar Geron Meçe, i thot bashkëbiseduesit se po, tu tendrat i përcakton zonja. Është e njohur ajo. Është thirrë së është thirrë. Imagjinoni vetë ju tani. Si përfundim, kemi të bëjmë me një krye hajdut si Edi Rama, të rrethuar nga një band hajdutësh, Lubi Balluku, Mirlina Kaçanaj, Ergjys Agasi e të tjerë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, të gjitha këto që thash,
absolutisht që të gjitha janë denoncuar nga Sali Berisha dhe jo vetëm ai të jemi i hapur, por nga shumë media të guximshme, me dhjetra herë. Dosja është dërguar nga Partia Demokratike. Por, dosja, në rast se nuk vihet para përgjegjësisë, Ergys Agasi, Ermal Beqiri, Linda Rama, Armand Frangu, mbetet një dosje kalp. Më thonë se aty janë shumë flet arresti për punojësit. Të gjithë të arrestohen ata që kanë firmosur kundërshtim me ligjin. Por, historinë e shtetit shqiptar nuk ka patur një njeri si kjo që shifni, që të zhvilloj 250 tendra sekrete për familje, për vetëm që të fitoj familja kryeministrit. Faleminderit. Zoti Berisha, ju vetë keni pritshmëri se spaku do t'i afrohet edhe familjes kryeministrore, është goditur të